Horoskopi ditor, 23 maj. Një vendim i vogël mund të ndryshojë më shumë nga sa mendon. Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini në shtëpinë tonë të yjeve. Nëse dëshironi të jeni gjithmonë të informuar mbi lëvizjet e planeteve dhe se si ato ndikojnë në jetën tuaj, mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë Zëri i Universit. Gjithashtu, për t'i marrë parashikimet dhe videot tona përpara të gjithëve, ju ftoj të bashkoheni në kanalin tonë të WhatsApp. Linkun e bashkimit e gjeni fiks poshtë kësaj videoje në përshkrim. Faleminderit që jeni pjesë e udhëtimit tonë drejt dritës dhe dijeve universale. Le të shohim se çfarë kanë rezervuar yjet për ju sot. Ka ditë kur njerëzit presin që ndryshimet e mëdha të vinë me shurmë, por 23 maji mund të provojë të kundërtën. Një zgjedhje e vogël, një përgjigje e vonuar, një bisedë e zakonshme ose një veprim që duket pa rëndësi mund të ndryshojë drejtimin e situatave më shumë nga sa e imagjinon. Disa shenja do ndjejnë sikur diçka po i shtyn të dalin nga rutina. Të tjera mund të kuptojnë se nuk mund të presin më për momentin perfekt. Kjo nuk është ditë për të lëvizur me autopilot, sepse ndonjëherë kthesat më të mëdha fillojnë me vendimet më të vogla. Dashi. Një vendim që e ke shtyrë prej kohësh mund të fillojë të kërkojë përgjigje dhe kjo mund të të bëjë të kuptosh se pritja nuk po të jep më qartësi. Një moment i vetëm mund të të tregojë se disa mundësi nuk qëndrojnë të hapura pafundësisht. Në punë, një zhvillim mund të të kërkojë të reagosh më shpejt se zakonisht dhe të mos presësh kushtet ideale. Në marrëdhënie, një reagim i sinqert mund të ndryshojë atmosferën më shumë nga sa mendon. Mos e shpenzo energjinë duke kontrolluar çdo detaj. Është një ditë për të besuar më shumë tek veprimi sesa tek pritja. Nëse arrin të lëvizësh pa frikë nga rezultati, mund të fitosh më shumë qartësi se në shumë ditë të fundit. Demi. Një situatë që dukej e qetë mund të fillojë të lëvizë në mënyrë të papritur dhe kjo mund të të bëjë të kuptosh se disa gjëra nuk varen vetëm nga ritmi që zgjedh ti. Një moment i vetëm mund të të tregojë se një ndryshim i vogël ka potencial më të madh nga sa mendon. Në punë, një mundësi mund të vijë në një formë që nuk e kishe imagjinuar. Në marrëdhënie, një bisedë e thjeshtë mund të krijojë më shumë afrim se sa një diskutim i gjatë. Mos u kap fort pas asaj që të duket e sigurt. Është një ditë për të lënë pak hapësirë për të papriturën. Nëse arrin të mos rezistosh ndaj ndryshimit, mund të kuptosh se po afrohesh drejt diçkaje më të mirë. Binjakët. Një ide ose një informacion që vjen në moment të papritur mund të ndryshojë mënyrën si e sheh pjesën tjetër të ditës dhe kjo mund të të japë ndjesinë se gjërat po fillojnë të marrin ritëm. Një moment i vetëm mund të të tregojë se nuk e nevojë për më shumë kohë, por për një drejtim më të qartë. Në punë, një komunikim mund të hapë një derë që nuk e kishe parë. Në marrëdhënie, një mesazh ose një reagim spontan mund të krijojë një energji krejt tjetër. Mos e shpërnda energjinë në shumë vende. Është një ditë për të zgjedhur atë që ka më shumë potencial. Nëse arrin të fokusohesh tek gjërat që po hapen tani, mund të surprizohesh nga rezultati. Daforja. Një ndjesi që e ke mbajtur brenda mund të bëhet më e fortë dhe kjo mund të të bëjë të kuptosh se nuk mund të presësh më që situatat të zgjidhen vetë. Një moment emocional mund të të japë një qartësi që nuk e kishe pasur më parë. Në punë, një zhvillim i vogël mund të të ndihmojë të kuptosh se cili është drejtimi që duhet ndjekur. Në marrëdhënie, një heshtje ose një reagim i vogël mund të të tregojë më shumë se zakonisht. Mos u përpiq të shpjegosh çdo emocion. Është një ditë për të dëgjuar më shumë veten dhe për të mos e shtyrë atë që e di se duhet përballuar. Nëse arrin të jesh i sinqert, mund të ndihesh shumë më i lehtësuar. Luani. Një gjë që e kishe lënë për më vonë mund të fillojë të kërkojë vendim shumë më shpejt nga sa kishe menduar dhe kjo mund të të bëjë të kuptosh se koha nuk po pret më. Një moment i vetëm mund të të tregojë se një lëvizje e vogël tani mund të ndryshojë shumë më tepër nga sa duket. Në punë, një mundësi mund të vijë në mënyrë jo të zakonshme dhe të kërkojë reagim të menjëhershëm. Në marrëdhënie, një gest ose një bisedë e papritur mund të ndryshojë atmosferën. Mos u përpiq të mbash gjithçka nën kontroll vetëm sepse ke frikë nga ndryshimi.
Është një ditë për të besuar më shumë tek instinkti. Nëse arrin të reagosh me qetësi dhe jo me krenari, mund të fitosh shumë më tepër. Virgjëresha. Një situatë që dukej e zakonshme mund të tregojë një anë që nuk e kishe vënë re, dhe kjo mund të bëjë të kuptosh se disa përgjigje kanë qenë përpara syve të tu. Një moment i vetëm mund të tregojë se jo çdo gjë kërkon analizë të gjatë për t'u kuptuar. Në punë, një detaj i vogël mund të krijojë një avantazh që të tjerët nuk e shohin ende. Në marrëdhënie, një ndryshim i lehtë në sjellje mund të japë më shumë qartësi. Mos kërko perfeksion në çdo hap. Është një ditë për të pranuar ritmin real të situatës dhe për të mos e lodhur veten me pyetje pafund. Nëse arrin të thjeshtosh mënyrën si e sheh situatën, mund të fitosh qetësi. Peshorja. Një vendim që e ke mbajtur pezull mund të fillojë të peshojë më shumë se zakonisht dhe kjo mund të bëjë të kuptosh se qetësia nuk vjen gjithmonë nga pritja. Një moment i vetëm mund të tregojë se është koha të zgjedhësh pa kërkuar garanci të plota. Në punë, një zhvillim i papritur mund të shtyjë të ndryshosh ritmin. Në marrëdhënie, një reagim ose një fjalë e thjeshtë mund të ndryshojë mënyrën si e sheh dikë. Mos u përpiq të kënaqësh të gjithë njëkohësisht. Është një ditë për të qenë më i drejtë me veten sesa me pritshmëritë e të tjerëve. Nëse arrin të zgjedhësh pa frikë, mund të ndjesh lehtësim. Akrepi. Një situatë që dukej e mbyllur mund të fillojë të japë sinjale të reja dhe kjo mund të bëjë të kuptosh se jo çdo gjë ka përfunduar siç mendon. Një moment i vetëm mund të tregojë se një informacion ose një reagim ka më shumë rëndësi se sa duket. Në punë, një lëvizje e vogël mund të japë avantazh nëse arrin ta kuptosh në kohë. Në marrëdhënie, një bisedë mund të hapë një temë që ishte lënë pezull. Mos u nxit të japësh përgjigje vetëm sepse emocionet bëhen më intensive. Është një ditë për të parë gjithçka më qartë dhe për të mos nxituar. Nëse arrin të ruash qetësinë, mund të kuptosh shumë më tepër. Shigjetari. Një rrugë që e kishe parë si opsion të largët mund të fillojë të duket shumë më afër dhe kjo mund të bëjë të kuptosh se disa gjëra po kërkojnë guxim dhe jo pritje. Një moment i vetëm mund të tregojë se nuk ke nevojë për më shumë kohë, por për më shumë besim tek vetja. Në punë, një mundësi ose një ide mund të japë ndjesinë se po afrohesh drejt diçkaje që të motivon më shumë. Në marrëdhënie, një afrim ose një reagim i papritur mund të tregojë se jo gjithçka ishte siç e kishe menduar. Mos u ndal duke pritur shenja perfekte. Është një ditë për të lëvizur me besim. Nëse arrin të mos e shtysh atë që ndjen, mund të hapësh një kapitull krejt tjetër. Britsjapi. Një gjë që e kishe ndërtuar me durim mund të fillojë të marrë një formë tjetër dhe kjo mund të bëjë të kuptosh se stabiliteti nuk do të thotë gjithmonë të mbash gjithçka njësoj. Një moment i vetëm mund të tregojë se një ndryshim i vogël mund të krijojë më shumë qetësi se sa një përpjekje e madhe. Në punë, një zhvillim mund të kërkojë të ndryshosh ritmin dhe të mos mbështetesh vetëm tek rutina. Në marrëdhënie, një bisedë e sinqertë mund të japë qartësi që nuk e prisje. Mos e mbaj gjithë peshën mbi vete. Është një ditë për të parë çfarë mund të lirosh dhe jo vetëm çfarë mund të kontrollosh. Nëse arrin të jesh më fleksibël, mund të ndihesh shumë më i lehtësuar. Ujori. Një ide që vjen në një moment krejt të zakonshëm mund të ndryshojë mënyrën si e sheh një situatë që të dukej pa dalje dhe kjo mund të japë një energji krejt tjetër. Një moment reflektimi mund të tregojë se disa përgjigje nuk duhen kërkuar më larg. Në punë, një mënyrë e re të menduari mund të japë një avantazh që nuk e kishe imagjinuar. Në marrëdhënie, një komunikim i thjeshtë mund të ndryshojë shumë më tepër se një diskutim i gjatë. Mos e nënvlerëso atë që të duket ndryshe. Është një ditë për të besuar tek mënyra jote dhe për të mos kërkuar miratim nga të gjithë. Nëse arrin të veprosh sipas intuitës, mund të habitesh nga rezultati. Peshqit. Një ndjesi që e kishe lënë në heshtje mund të fillojë të bëhet shumë më e qartë dhe kjo mund të bëjë të kuptosh se disa gjëra nuk mund të shtyhen më. Një moment i vetëm mund të tregojë se një përgjigje që prisje prej kohësh ishte më afër nga sa mendon.
Në punë, një zhvillim mund të kërkojë të ndjekësh më shumë ndjesinë se sa logjikën e zakonshme. Në marrëdhënie, një reagim i papritur mund të zbulojë një emocion që nuk ishte shprehur më parë. Mos e injoro atë që po ndjen veten sepse nuk e kupton ende plotësisht. Është një ditë për të dëgjuar më shumë veten. Nëse arrin të mos i ikësh asaj që po kupton, mund të ndjesh një qetësi të re. Nëse kjo video të ndihmoi ose mendon se mesazhi lidhet me ty, mos harro ta mbështesësh videon duke vendosur një like. Shkruaj edhe një koment më poshtë dhe për këtë video shkruaj fjalën zgjedhja nëse mendon se kjo lidhet me ty. Nëse dëshiron të marrësh çdo ditë parashikime dhe mesazhe astrologjike, bëj edhe subscribe në kanalin Zëri i Universit dhe aktivizo njoftimet. Gjithashtu, mund ta shpërndash këtë video me dikë që mund të ketë nevojë ta dëgjojë këtë mesazh.